ajo është që, e sidomos makineritë të mëdhaja që në fakt e kanë efektin ekonomik në industrie, në bujqësie, në lëvizshmëri, maunat, ajo është për deri më tani, është nuk ka funksionu deri më tani. E pa imagjinueshme që të kthehet për momente, ndoshta arritën kapacitetet që edhe maunet të mëdhaja me lëviz përmes këto solares, por deri më tani jo, dhe është të regu që kanë pas shumë probleme së ti në atë pjesën, se nuk e nja, por kur flasë efektin ekonomik, pra ka efekt ekonomik në transport, pra është diçka që të kurët aktiviteti i transportit, që mundet me ndiku në zhvillim ekonomik, po ashtu mundet me pas ngritje të çmimeve të shërbimeve, shembull të busa urban, taksit gjitha, po ashtu mundet me pas ndikim në bujqësi, sepse rritet kosto për prodhimin e bujqësisë, sepse gjitha makineri që do ta punoj, do thotë tokën, do thotë rritet kosto që mundet me dalë si prodhim final me një çmim më të lartë, ose mund ta rëndoj bujkun që me një farë mënyre me dalë, do thotë me çmime shumë të rrezikura për nga fitimi, sepse qëllimi edhe aty është ata të fitojnë. Po ashtu edhe industria e ranë, për shembull ndërtimtaria, gjitha këto varet, sepse nuk mundet diçka me lëviz pa transport, kështu që ka efektin jashtëzakonisht madh. Aq më shumë do thotë inflacioni tani si tërësi që i prek të gjitha, sepse kur themi derivat qita, ju rritet koste. Tashti ki me një mënyrë rritet çmimet të dy fesh për faktin që është në start, ju rritet kosta biznesa. Ose dhe ne si qytetarë që furnizojnë veturat tona me derivata, por ne në rritet kosta shportës së konsumit, sepse në momentin që ne furnizojme në marketa apo kotadion, nëse për shembull edhe çmimi i bukës e gjitha, këto që në start me njëherë rrisin çmimet se me një farë ju rritet kosto e prodhimit ose e shërbimit. Kështu që në këtë drejtim, pra efekti i dominës që quhet në ekonomi një rrezot, gjitha shkojnë mrapa saj, kjo është shumë e pranueshme dhe është fakt të dëshmuar në vazhdimsi, ndoshta në këtë pjesë edhe mos me qenë ekonomist mund ta kupton, sepse tek e fundit ne ndërtojmë familjen dhe vetë jemi familjarë dhe secili e dim se sa ndikon do thotë në ekonominë tonë familjare, që mos ta zgjatem më shumë është edhe pjesa që edhe koncentrimi të hyrave tona tani është orientuar për shembull në këtë pjesë që nuk na mbetet më as për kursime, as për raste emergjente, gjitha pra në një mënyrë bie edhe cilësia e jetës së qytetarit në vend. Në përgjithësi, sipas informacioneve të fundit, ka ngritje, sidomos të lëndës së parë në prodhim, diku te 20%. Tani kjo bën një rritje të jashtëzakonshme edhe për gjitha këtë efektin domino që përquam këtë zinxhirin ndryshe. Po, unë edhe gjatë bisedës se kisha këto që ne do të na dyfishohen kosta e jetës, sepse edhe shërbimet që do i marrim, po edhe derivatet si derivat, do të jenë me çmime të larta, po ashtu për shembull ndoshta edhe kompanitë shërbyese komunale, për shembull kotadione, për shembull shërbimet e termokosit, ujit, energjisë elektrike, gjithmonë ata mund me gjetë në arsye sepse kostoja e prodhimit tyre ose aktiviteti tyre biznesor po rritet që mund me gjetë, do thotë një arsye që më na rrit tarifat ose faturat edhe në këtë pjesë, që kjo thash tani vetëm shkon duke rëndu cilësinë e jetës së qytetarit në vend. Është e vërtetë apo është krijuar një besim që menjëherë pas luftës Rusi-Ukrainë